Nëse mundi me fillu. 28 anëtarë të kuvendit janë prezent, konstatoj se kemi korum të mjaftueshëm për me fillu mbledhjen. Të nderuar nënkryetar të komunës së Lipianit, zoti Diamant Bytyqi, zoti Lulzim Qerimi, të nderuar drejtor dhe drejtoresha, të nderuar anëtar të kuvendit, zyrtarë të tjerë, përfaqësues të tjerë, të nderuar qytetarë, mirë se erdhët në mbledhjen e 5 të kuvendit të komunës së Lipianit. Për këtë mbledhje kemi paraqë këtë rendite. Pika e parë është aprovimi i ekstraktit nga mbledhja e tretë e kuvendit. Pika e dytë është propozim vendim për rritjen e buxhetit të komunës së Lipianit nga tejkalimi i hyrave vetanake për vitin 2021. Pika e tretë është propozim vendim për bartjen e të hyrave vetanake të komunës së Lipianit për vitet 2020 dhe 2021 që kalojnë në vitin 2022. Pika e katërt, propozim vendim për aprovimin e rezervës komunale 2022. Pika e 5, propozim vendim për hartimin e planit zhvillimor komunal të Lipianit. Pika e 6, propozim vendim për fillimin e procedurës për përmirësimin dhe harmonizimin e mospërputhjeve të vlerave të veçanta teknike të caktuara me hartën zonale të komunës. Dhe pika e 7, propozim vendim për formimin e komisionit të ankesave. A ka vërejtje dikush në renditës? Nëse s'ka, po procedoj me votim. Kush është për këtij renditës? Konstatoj se me 28 votat, gjitha votat që janë prezent, kalon rendi i ditës. Para se me fillu me pikat e rendi i ditës, ashtu si është edhe në rregullorën e punës të kuvendit, kemi ngritjen e pyetjeve apo çështjeve nga anëtarët e kuvendit. Unë e ngris e propozoj kush ka me fol Armendin Pesho Ganën. Arditi. Okej, Armend Grajqevci, Ganimete Qeriqi mandej. Faleminderit kryesues zotëri Redat Azemi, përshëndetje për kryetarin zotëri Emre Ahmeti, për nënkryetarët të nderuar, drejtoritë e drejtorateve, asamblesë dhe gjithë tjerëve juve të pranishëm. Çështja ka të bëjë me drejtorinë e bujqësisë. Rritjet enorme të çmimeve të fundit janë bërë trend i cili ka arritur pikën kulminante që më së shumti nga kjo rritje po dëmtohen shtresa e bojqeve. Ngritja e çmimit të naftës po vështirëson punën bojqeve dhe blegtorëve duke bërë thuajse të pamundur punimin e tokave dhe kultivimin e kafshëve. Përveç rritjes së naftës, po ashtu është rritur edhe çmimi i pleut artificial rreth 250%. Gjë që kjo e fundit është e domosdoshme për të mbjellur atë pranverore. Kështu me këto kushte po rrezikohet që shumë toka në këtë vit të mbesin të papunuara dhe pa kultura bujqësore. Si pasojë e kësaj rritet edhe importi ku pas korrjeve bujqet përsëri dëmtohen në humbjen e të ardhave. Pasojë e kësaj rrjedh nga kriza globale, mirë po njëri ndër faktorët kryesor është qeveria e Republikës Kosovës me mos angazhimin ndaj kësaj shtrese, duke mos treguar interes ndaj kësaj krize aktuale, e cila po përkeqëson punën, jetën dhe në përgjithësi të qytetarëve. Ky mos seriozitet dhe distancim nga përgjegjësitë po do të kalojë në supët e tona si kuvend komunal, që të gjejnë një zgjidhje adekuate në këtë situatë kaotike. Andaj kërkojnë nga ekzekutivi dhe drejtoritë përkatëse që në suazat të buxhetit komunal të angazhohen dhe të ndahen fonde për subvencionimin e bujqeve në këtë kohë të rëndë që po e kalojnë. Faleminderit. Faleminderit Armend. Ganimete Qeriqi, përgatit Ardit Cani. Kush ke mandej e këzuna? Përshëndetje për të gjithë. Unë kam një çështje, më kanë bë më shumë se 10.000 flejta në shtëpi. Edhe nuk po di në këtë rast a mi hedh, a mi rujt. Arhiv nuk kam. Kështu që edhe mbledhjen e kaluame
edhe mbledhjen e kaluar kom thonë që është mirë me na pajis me laptop. Kështu që në fund mandatit ai që nuk don me i kthy i pagun, ai që don me kthy i kthen ose i paguajmë me parët tona. Shpesh herë po ndodh materiali me na ardh në mënyra nduar dorshme. Nuk e marrmi me kohë, kështu që materialin e mbledhjes parë kur e kemi votu pikën e rendit ditës struktura organizative, administratës komunale, organogramin, masane e kam gjetë materialin në shtëpitë Shëndetit, e kam analizu dhe e kam vrejt disa gabime. Kështu që për evu si cak qendrë për punë sociale, edhe pse ka dhe disa në sektore tjera, po këta kom vu si cak që është koeficienti i njëjtë, sukur i drejtoreshës, është i njëjtë edhe është koeficienti i njëjtë sukur për drejtorin, sukur edhe punëtorët e sektoreve, udhëhes tjerë të sektoreve. Kjo pyetje i takon për drejtoreshën, mirë po drejtoresha ka marrë mandatin masi na e kemi votu këto në mbledhjen e parë dhe po e lën si pyetje, si mundësi që mbledhjen e ardhshme me na përgjigj në këtë pyetjen time. Për drejtoreshën, është drejtoresha administratës, cili do që është në përgjegjësinë e juaj, në mbledhjen e ardhshme kam dëshirë më madhe përgjigjen për koeficientin e punëtorëve, pse me konë si drejtoresha, si drejtori, si punëtor tjerë të administratës. Faleminderit. Faleminderit Ardit Cani, përgatitet e këzona Bytyshi, Arsemi Ashari, Gentian Hoxha, Shahadi e Bigligjen Verkryzia. Përshëndetje për gjithë, unë në emër të banues të fshatit Bajinës dhe Ersinjevës, kam disa kërkesa për rregullimin e trotuarit në fshatra se për shkak të numrit të madh të nxënësve në krahasim me fshatra të tjera, fshati Bajinës ka një numër të madh të nxënësve si dhe ka lëvizje mjaft të madh të automjeteve, por për shkak që kemi edhe vizituar të ndryshëm që vinë për të vizituar fshatin të burimin nxemës shumë, të andaj kërkoj që nga organet kompetente komunale që të bëhet rregullimi i trotuarëve. Po ashtu kërkojmë edhe instalimin e ndryshimin në rrogicat e fshatit Bajinës dhe Ersinjevës, pasi që rrogicat kryesore janë të ndryshuara. Në kërkesë tjetër ka të bëjmë për vendosjen e gypa për rreth rrugës që të dërgën të burimin nxehtë. Ne kemi qenë takim me disa mergëntorë nga fshati Bajinës, të cilët kemi biseduar me kretarin, i njëjti na ka premtuar që do të bëjnë realizimin e këtij projekti, mirë po nuk është realizuar. Deshta ta pyes kur apo pavarësisht kur pritet të realizohet ky projekt. Faleminderit. Faleminderit Ardit, Ekzona Bytyshi, kryetarën se do fjallën ndërkohë, apo okej. Faleminderit kryesues, përshëndetje për ju të pranishëm. Atëherë unë do e ngris sot një temë diskutimi para jush, duke marrë shkas vendimin e qeverisë që e mori para ca muajve, lidhur me shpalljen e vitit 2022 si vit i personave me aftësi të kufizuara. Iniciativë kjo e hendikosi, gjithashtu edhe e organizatave të tjera jo qeveritare që kanë fush veprim të njëjtë, e që kanë parim bazë, qëllim edhe vizion që nëpërmjet punëve të mira, punëve aktive, me kriju një mjedis dhe qasje të barabartë për me jau lehtësu dhe përmirësu mirëqenien në secilin aspekt. Tashmë, sepse fatkeqësisht ende tek ne vlerësohet se personat me aftësi të kufizuar janë një ndër grupet më të marginalizuara në secilin parametër shoqëror, përfshirë këto si gjatë marrjes së shërbimeve shëndetësore atyne sociale, do me thënë janë të diskriminuar në sferën e edukimit dhe në sferën e punësimit gjithashtu. Andaj lidhur me këtë, unë me një interes të veçantë kom përcjell konferencën e hapur që e ka organizu Zyra për Qeverisje
nisje të mirë në bashkëpunim me projektin Kosova Gjotpërfshirëse, e që është e financuar nga Bashkimi Evropian. Atë ndër të tjerash është flit për një përpilim të aktivitetesh, iniciativash dhe projektev që kanë implementim buxhetor qeveritar dhe në bashkërendim me komunat pritet që të realizohen dhe të jetësohen këto ditë. Andaj duke parë rëndësinë e tyre, pyetja jeme konkrete është nëse komuna ka marrë agjendë të tillë, çka pritet konkretisht të realizohet edhe cilat janë ato përgjegjësitë që derivojnë nga ky përgjegjësitë komunale, do të thotë që derivojnë nga ky kalendar. Tjetra si të rëndësishme për komunën tonë, unë e shoh ndërtimin e një objekti të ri ose një qendre të ri për personat me aftësi të kufizuar, e që realisht ne kemi votu dhe nëse nuk gaboj e di që është projekt për vitin 2023, mirë po për shkak se pandemia i ka stopu shumicën e projekteve, më intereson me ditë si që ndrojmë në këtë aspekt, duke pas parasysh që kjo kategori e personave për shkak të paragjykimeve, për shkak të stigmes janë teje të izoluar. Edhe thjesht kjo qendër kishte më shërbim ndër të tjerash, do me thonë edhe si lloj socializimi për ta. Në anën tjetër ne kemi një kornizë ligjore me gjitha dispozitat që ndër të tjerash i obligon punëdhënësit të sektorit publik edhe të sektorit privat që në 50 të punësuar një person të jetë me aftësi të kufizuara. Unë përmes kësaj foltore inkurajoj të gjithë ata që ta zbatojmë këtë ligj, do me thash ligji për aftësim, riaftësim profesional dhe punësim, sepse ka zëra, sepse ai në zbatueshmëri është tejet i limituar. Faleminderit shumë. Faleminderit tek zona, është Arsim Jashari më radh. Përgatitet Gentian Hoxhaj. Faleminderit kryesues, të dashur kolegë, ekzekutiv i nderuar. Unë kam një kërkesë, trotuari që fillon nga hyrjet Banullës deri te hyrjet Llogaxhis është rregulluar shumë mirë, dritat, mbrëmje për qytetarë shumë mirë. Punën e mirë, kum thonë që kam e lëvdue, po punën e keq s'muj pa me janë shkalu. I vetmi problem është pe pyes drejtorin, pusetat janë plastikës, nëse keni njohuri. Domthonë kapoki është i plastikës, po thehen, edhe po shumë rrezik për qytetarët. Edhe ata kapakti kanë nashta i ka vjedh dikush tash, nuk e di se ajo puna u kry shumë mirë, telat të rrymës janë qel. Edhe është rrezik që fëmia me prek natën ka mundësi që më ardh deri te ne far problemi. Kështu që kisha lut drejtoratin që është kompetent për këtë punë, nuk është foj juve, po them nëse kështu mund me eliminu se natën ka shumë njerëz që po dalin me hecë, mos bëhet ne far rrezik. Por ndryshe ju përzoj ka qenë punë shumë e mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit Arsim. Gentian Hoxhaj përgatitet Shahadie Bigliqi, mandej në verkryezia. Përshëndetje kryetar, përshëndetje kryesues, përshëndetje nën kryetar, drejtor të drejtorateve, përshëndetje koleg. Pyetja ime sot adresohet drejtoratit të arsimit. Pyetja është se kur do të renovohet shkolla Vëllezrit Damaneku në Topliçan dhe a do të bëhet kjo shkollë me eficiencë siç janë shkolla tjera në komunën e Lipjanit. Faleminderit. Faleminderit. Genta Shahadie Bigliqi ka fjalën. Përshëndetje për të gjithë. Unë sot dashta me ngrit një çështje që është mjaft shqetësuese për vendlinjen time Janjevën, ku për shkak të mos perspektivës, kushteve jo të mira të jetesës, ka shpërngulje masive ose ikje të banorëve nga Janjeva, edhe për këtë kisha me lut kryetarin që tash kur është koha e buxhetit, kur bëhet buxheti, që me pas prioritet Janjevën, pasi që shumë pak atje është investu, edhe unë jam e gatshme me bashkëpunu për çka do që ka nevojë edhe mi ngrit çështjet që janë problem për banorët dhe më mundu me bo një jetë më të mirë atje. Faleminderit. Faleminderit Shahadie Enver Kryeziju e ka fjalën. Përgatitet Lulzim Rustemi, mandej Alban Salihu.
Përshëndetje për të gjithë. Faleminderit kryesues për fjalën. I nderuar kryetar i komitetit, e kam një pyetje. Me qenë se në mandatin e kaluar është bërë shumë në përmirësimin e kushteve të komunitetit tim Ashkali, duke ju falendëruar ju dhe kryetarin dhe angazhimin e nën kryetarit. Kryetar, me kanë mbet edhe pak rrugë mu asfaltu. Rrugat të vorrezat e Ashkalive në Hallaç, edhe 3 rrugicat e vogla në qytetin e Lipjanit ku jetojnë Ashkalit. Kur do të planifikoni të rregulloni këto rrugë? Faleminderit. Faleminderit Enver Lulzim Rustemi ka fjalën. Përgatitet Alban Salihu. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Kam një kërkesë dhe një pyetje. Kërkesa e parë ka të bëjë me transparencën komunale, rregullore për transparencë, dini që kuvendi është përgjegjës për monitorimin dhe zbatimin e rregullores. Nuk di çka po ndodh me transmetimin e mbledhjeve të kuvendit. Nuk di ja ka prishje apo pse transmetohen tërësi dhe ka pengesa të mëdha. Në një 4 të mbledhjet e kuvendit pika 2 përmes faqes zyrtare transmetohen mbledhjet e kuvendit të komunës. Te në një 6/9 të transparenca e vendimeve të organeve komunale, thuhet se aktet normative dhe vendimet e organeve të komunës publikohen në faqen zyrtare të komunës, prandaj kjo nuk është u zbatuar, dhe është mirë me pas parasysh, është mirë mi përmirësu këto, edhe transmetimin publik të mbledhjeve, edhe organet, vendimet e vendit të komunës duhet të publikohen në faqen e komunës. Është një vërejtje serioze, sepse dihet që është një nga kriteret bazë transparenca e komunës. E dyta, ka të bëjë me shpërndarjen gjithsesi me përfituesit e bursave të studentëve për drejtorinë e arsimit. Kam qef me ditë kriteret cilat janë fitues, janë 2 listat publikume, në fakt 3. E para është lista e numrit 80 të përfituesve të bursave, e dyta është lista e aplikuesve që është 363, dhe e treta është lista përfundimtare e cila përfshin 80 e parë dhe 40 e dytë që është 120. Më intereson cilat janë kriteret për listën e dytë, me qenë se aty është shkruar se janë përfituar të gjithë ata që kanë ankesa, komisioni ankesa ka përzgjedhur numrin 40. Më intereson a ka pas listë e cila është bë me prioritet nga 80 e tutje, sepse e keni veç 80 e parë dhe pastaj veç aplikimi, apo është bë vetëm lista e dytë janë përfitues vetëm ata që kanë anku. Po kanë përfituar ata që me kritere janë 90, sepse këtë listë nuk e keni bë. Cili vazhdon 81, 82, 83, 84, po 80 dhe lista mbos ankesa. Apo lista e dytë është atyre që kanë përfituar vetëm me ankesa. Do thotë dikush që s'ka anku, edhe nëse ka plotësuar kriteret tjetër 90, ndoshta nuk ka fituar. Kto po bëj si pyetje sepse nuk e di. Prandaj jam interesuar me di këto. Dhe a ka mundësi që në pjesën e dytë janë bërë plotësime dokumentave, gjë që është kundërshtim me rregulloren. Sepse një herë është apliku dhe me ato aplikime do duhen ta përfitojnë bursat. Nëse ka plotësim dokumentave në fazën e dytë, është shkelje ligjore dhe shkelje rregullores. Faleminderit. Faleminderit Lol, Alban Salihu ka fjalën për gaditet Herolend Kozhani. Përshëndetje për të gjithë. Dua të ngres disa çështje e cilat janë derivat i takimeve që kam pasur me qytetarë ditëve të fundit. Do të provoj të jemi shkurt nëse janë disa çështje për atë sa është e mundur. Çështja e parë është dalja te ETC. Mendoj që dalja prej ETC në drejtim të qytetit nuk duhet bëhet direkt, por të shkohet në rrotullim fillimisht, pasi që edhe nuk është ndonjë distancë e madhe. Afërsisht 200 metra, dhe mendoj që kjo do ta ulte dukshëm numrin e aksidenteve që ndodhin aty. E ka pasur raste kur ka ndodhur edhe 3 aksidente komunikacioni brenda jave. Çështja e dytë që dua të ngres është për lejen ndërtimore që po lëshohen nga komuna. Kemi pasur disa raste kur fillimisht po jepet pëlqimi ose leja për punë dhe pastaj pas reagimit të qytetarëve po ndalen punimet. Veprimet e tilla po bëhen shpesh, nuk e dija me qëllim apo nga mungesa e kompetencës. Në disa raste investitorëve u vazhdojnë leja ose pëlqimi dhe pas reagimit të qytetarëve të njëjtëve, pasi e kanë përfunduar një fazë të investimeve, u ndalen punimet. Kjo po shkakton pakënaqësi të qytetarëve, siç i kemi parë edhe në media, por po shkakton edhe humbje të investitorit, gjë që është e padrejtë.
Çështja tjetër, banorët e fshatit Brost, komunës së Lipjanit, prej me shumë se 10 vjetësh, po kërkojnë nga institucionet komunale të shtrohen me zhavar disa rrugica në përlagje. Banorët e këtij lokaliteti malor janë ankuar se si pasojë mungesës së infrastrukturës rrugore, shumica e familjeve e kanë boshatisur fshatin. Sa unë e kam parë, aty nuk bëhet fjalë për ndonjë investim të madh dhe mendoj që një investim i tillë do t'i shtyjnë të ata banorë që të zhvillojnë aktivitetet përshtatshme për atë fshat, siç është për shembull blegtoria. Gjithashtu e kam parë dhe një përgjigje me shkrim që kryetari i kuvendit i ka kthyer banorëve, ku ju thotë që në bashkëpunim me drejtoritë përkatëse do të angazhohen që të shqyrtojnë mundësitë buxhetore që kjo kërkesë të realizohet. Gjithashtu mendoj që ky investim mund edhe të nxjisë turizmin, pasi që është zonë shumë e bukur natyrore, dhe pse jo në të ardhmen të shikohen mundësitë që të investohet në ndonjë rrugë që e lidh fshatin Brost me Janjeven. Gjatë përcjelljes së procedurave të tenderimit në e-prokurim, shpalljes së tenderëve dhe dhënies së kontratave me saktësisht tenderit të mirëmbajtjes së rrugëve në Lipjan, konsiderojmë se vlerësimi i dosjes nuk po bëhet në harmoni me ligjin e prokurimit, ku komuna po e konsideron të nënshkruaj kontratë me çmim njësi 0, kur dihet se kjo nuk është e lejuar sipas ligjit për prokurim dhe rregullat dhe udhëzuesi operativ për prokurim publik. Shih nenin 4, i cili sqaron se as nuk mund të përmirësohet çmimi njësi dhe në momentin kur çmimi njësi është 0, tenderi duhet të refuzohet. Edhe pse operatori ekonomik tjetër ankues ka dorëzuar kërkesën për rishqyrtim të autoritetit kontraktues, ky i fundit e refuzon si të babazuar duke kthyer përgjigje të pa bazë duke mos e zbatuar ligjin në prokurim dhe kështu duke favorizuar një operator tjetër ekonomik. Kërkojnë nga drejtori dhe personat përgjithë që ta shqyrtojnë me kujdes këtë çështje në mënyrë që të vlerësohen drejt dhe barabartë operatorët ekonomik dhe të shmangen favorizime të cilët mund shkaktojnë edhe pasoja juridike. Dhe çështja e fundit që dua të ngres është tendarja e bursave, në bazë të rezultateve të përfituesve të bursës për studentët e komunës së Lipjanit për vitin akademik 2021-2022 nga konkursi për bursë komunale të datës 19/10/2021, studenti Edem Budakova nuk ka qenë pjesë e listës preliminare. Edoni ka dërguar ankesën e tij në komisionin për ankesa me të gjitha faktet dhe arsyetimet që duhet të jetë përfituesi bursës, pasi që i plotëson kriteret në vijim. Student me notë mesatare mbi 8, vlerësimi 20 pikë, student me studime në drejtime deficitare, vlerësimi 10 pikë, student që studion së bashku me një antar nga familja e ngushtë, vlerësimi 10 pikë, pra me 40 pikë në total sipas rregullores dhe me të gjitha dokumentet në rregull. Komisioni përkatës për shqyrtimin e ankesave ka kthyer përgjigje se Edoni i ka plotësuar dokumentacionin e nevojshëm, por që numri i limituar i bursave e pamundson që të jetë pjesë e përfituesve. Në listën e përfituesve të bursave ka shumë studentë që kanë pikë më pak se Edoni. Kërkojnë nga drejtori i arsimit që të merret në këtë rast dhe ta shqyrton ankesën që i është dërguar dhe të merr vendimin e merituar. Faleminderit. Faleminderit Alban, Herolind Kozhani. Faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Unë kam dy çështja por kërkesa për të ngritur, ku kërkesa por ka të bëjë me emërtimin e rrugëve në fshatin Ribori Madh, ku rrugët e cilat janë emërtuar të emërtohen me emrat e rinj, përkatësisht kishta kërkuar që 2 rrugë të emërtohen me emrat e 2 martirëve të cilat emrat e tyre nuk figurojnë në asnjë rrugë të fshatit. Ndërsa kërkesa e dytë është për drejtorinë e urbanizmit, që le ndërtimore të cilat lëshohen për ndërtuesin nga komuna e Lipjanit, për të vlerësuar punën bizniseve që veprojnë, pagesa e leve ndërtimore të bëhet me 2 apo 3 këste për investitorët, mendoj që do të ishte një